së ardhme, se kjo na vjen shumë mirë për këtë. Shumë e dëmshme, Na vjen shumë mirë për këtë. Se përfundimisht përfundimisht kush është Beleri, pavarësisht se është një eurodeputet tani, dhe çfarë përbën për minoritetin dhe për marrëdhënien midis dy vendeve. Dhe besoj se ti kushtosh përsëri vëmendje një çështje që vërtet Rama tha që kaloi, mund të ishte thot, aty ishte gabimi i tij që mund të ishte thot kryetar bashkie dhe donte të shfaqësonte vetëm me drejtësinë në Shqipëri. Por kjo gjë provokoi domethënë reagime në Greqi, kjo është e vërtet dhe ishte një gabim, mendoj unë, i vetë kryeministrit në këtë qendrim. Por unë dua ta anashkalojmë këtë gjë për arsye se ajo që është rëndësishme është që le të mos mbetemi, atë që tha Rama, që çfarë kaloi, duhet të shikojmë nga përpara dhe të shikojmë qendrimet tona në të ardhmen. Por është një fakt, kjo është ajo duhet të ndodhë. Por fakti është që nuk ishte një vizitë zyrtare, nuk ndodhi asnjë nënshkrim marrëveshjeje ose asnjë angazhim konkret për të bërë një hap konkret në një drejtim të caktuar, sidomos ndaj traktatit të miqësisë. Jemi 10 vjet tani pa traktat miqësie midis dy vendeve. Dhe deklaratat për aleanca strategjike midis Tiranës dhe Athinës janë llafen në bosh në ajër. Pra, Zoti Barka, ju në fakt, kur ju pyeta për këtë vizitë, listua 2 elemente, procesin e integrimit edhe veshjen e kryeministrit Rama. Meqense jemi te kjo logjik, ju jeni gazetar me shumë përvojë, edhe mund ta bëni më së miri këtë analizë. Çfarë tregon veshja e kryeministrit Rama gjatë kësaj vizite? Veshje e cila nuk u la edhe pa u ironizuar, le të themi, apo komentuar nga ana e kryeministrit Mitsotakis. Pse kishte zgjedhur që të shkonte ashtu në timin tënd? Ka mesazh apo Shiko, kuptohet që çdo veprim në qendrimet e një politikani ka kuptime të veta, ka mesazhe të veta. Por pikërisht kjo gjë në vlerëson atë që duam të kemi dhe të pretendojmë. Të shkosh atje do thotë që, ajo që u interpretua edhe në Greqi është kjo gjë që bukur, llafet e bukura, por shko, unë vi këtu sportiv, domethënë i shmuzoj ato me 0. Dhe në qoftë se këtë Mitsotakis u përgjigj atje dhe tha që kjo është mënyra tënde të sjellurit me veshjen apo me qendrimet, për arsye se të njëjtin gjë Rama e ka bërë kudo, nuk e ka bërë. Akoma biletet e Trumpi vajti me atletike, duke thënë që unë kam herje diskale dhe duhet të mbaj veten. Zoti Barka, për ju, në këtë takim, nuk është folur as për pronat, as për ligjin e luftës, as për çështjen e detit? Për ju, në prapaskenën? Do ta kishin. Jo. Po të ishte kështu, me siguri, jo. Dhe jam kategorik këtë gjë. Dhe po të ishte kështu, ja do të them unë pse. Po të ishte kështu, do të kishin, qofse jo nga pala greke, që patjetër që do të darur moto, do të kishim me pala shqiptare, se ky ishte domethënë investimi që bën Rama në Greqi nëpërmjet instrumentalizimit të çështjes në thonjza kombëtare në raport me Greqinë. Por ajo që u fol atje ishte që Rama donte të ka një dizekuilibër. Në rastin faktikisht Rama vajti në Delfos vajti atje për nënshkrim në një marrëveshje dhe bukur është që në nënshkrim në marrëveshje edhe pse ishte parashkruar që të ishte i pranishëm, ai nuk ishte i pranishëm. Preferoi të shkonte në një intervistë me një gazetar të njohur që ka mik, sesa të shkonte të ishte prezent në nënshkrimin e marrëveshjes midis dy fondacioneve shtetërore të Greqisë dhe të Shqipërisë. Por ky është thelbi i vizitës për arsye se Rama Ishte samiti i Delfit, apo jo? Po, samiti i Delfit, samiti e Delfit u nënshkrua një marrëveshje midis dy institucioneve investuese shtetërore të Shqipërisë dhe të Greqisë. Po qartë. Jo, mendova se po thonit nuk ka pasur debat apo diskutime mbi këto tema të rëndësishme, sepse ai nuk ka shkuar për këtë arsye. Ka shkuar për samitin e Delfit, ka takuar edhe Mitsotakin, ashtu siç ishte, pra sportiv. Apo nuk është kështu?
Jo, ka edhe një domethënie më të thellë, unë mundoha të sqaroja, po dua të them që pse Rama ishte atje dhe pse mbajti këtë veshje. Pse? Pikërisht pse atje unë shkruaj një marrëveshje, por në atë marrëveshje nuk ishte thjesht një iniciativë midis Tiranës dhe Athinës. Ishte një iniciativë që vjen nga ambasadorja amerikane në Athinë, me të cilin ndarkoi Rama. Eksakt. Dhe në të gjithë këtë lëvizje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Washingtoni, ka vënë tani Athinën për menaxhimin e investimeve strategjike në fushën e energjetikës dhe të produkteve të tjera mineraleve të tjera të rëndësishme. Dhe nga ana tjetër, kjo kuptohet, dhe nga ana tjetër, Greqia në drejtim të Brukselit ka marrë përsëri rolin e lokomotivës për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, për shpejtimin e procesit. Aq më tepër që merr dhe kryesinë e Bashkimit Evropian vitin tjetër. Tani, përsëri kemi një ndarje në rastin e nënshkrimit të marrëveshjes, kemi pra menaxhimi i investimeve i kapitaleve në Shqipëri tani tregohet që bëhet nëpërmjet iniciativës amerikane, e cila me siguri tregon që Athina do jetë dispečeri i pranisë së saj në rajon, siç ishte një kohë Italia. Kjo varet si interpretohet, se ka dy anë medalje. Jo, mos ka asnjë gjë, është e qartë ajo. Po nëse do të bëjmë lidhje me ambasadoren e SBA-ve në Greqi, e cila duket se është edhe mike personale e kryeministrit Rama, e takon kryeministri, atëherë mund të kemi edhe një interpretim tjetër. Pikërisht. Jo, faktet, flasim faktet, nuk flasim interpretime këtu. Tani ne kemi me ndërmjetësinë ose me ardhin e ambasadorës së re amerikane në Athinë, kemi kolosët e energjisë amerikane e kanë nënshkruar marrëveshje me Greqinë. Dhe duket ashqyqare në rolin që Greqia është në shtetet në krye të listës që mbështesin Amerikën në lindjen e mesme tani dhe në Ukrainë akoma. Prandaj Greqia është, si thua, në gryk të topit të Rusisë. Kështu që nuk është Shqipëria. Nuk është Shqipëria. Zoti Braga, se vajti, më fal, se erdhi zonja ambasadore në Tiranë dhe se darkosi me Ramën në Athinë, tregon se ka interesa ekonomike, siç është Sazani, siç është tani Bilishti. Padyshim. Po këto, ato që nuk janë private, si në rast në Sazanin, dhe Sazani nuk ecën për arsye se aty kemi konfliktualitet me interesat e NATO-s, në rastet e tjera, domethënë, siç është Bilishti, ndërhyn ambasadorja amerikane, nuk ndërhyn për Sazanin. Zoti Braga, ose drejt Trumpi atje. Të lutem, më thuaj pse. Besoj se jemi të qartë. Po, je i qartë. Shpeguam në një farë mënyrë të dy anët e medaljes. Doja do të pyesja për arsyen që ju latë nënkuptohet sepse Rama nuk ka folur për këto temat rëndësishme, detin, pronat edhe ligjin e luftës. Jam përsëri shumë i qartë. Nuk kanë folur. Pse? Pse? Thashë që në fillim kemi piruetat e Ramës. Domethënë, nga një Rama i cili shkonte në Athinë dhe në Selanik dhe fliste për nacionalizmin shqiptar në Greqi, kemi një dashuri të shprehur të Ramës për Greqinë e bukur që po të kishte mundësi do ta vizitonte, për ndjesën ndaj asaj që u tha grekërve që nuk keni vazhdues të Platonit, duke vajtur deri te Beleri, pra kemi një piruet të tij. Nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme që nuk u diskutuan, thashë që atje vajti për të diskutuar gjëra të tjera. Gjëra të tjera që kanë të bëjnë me investime dhe Rama në këtë fushë harxhon shumë energji dhe shumë lëvizje. Kështu që ato duhesh Rama tha edhe për çështjen e detit dhe dolën sot diplomatët grek dhe thanë që jo, dhe ne nuk interesohemi më për çështjen e detit për arsye se për këtë punë duhet të flasi Shqipëria. Zoti Barka, unë doja t'ju pyes ju. Po, doja t'ju pyes ju, pse nuk e heq Greqia ligjin e luftës me Shqipërinë? Po, do përgjigje nga mua, se nuk e ka hequr akoma Shqipëria. Nga ju, patjetër.
se nuk e ka hequr akoma Shqipëria. Shqipëria ka në fuqi ligjin e parlamentit shqiptar të vitit të korrikut të vitit 1940. Kështu që ose të 39 ose të 40-s, nuk ka rëndësi ajo, po nuk e ka hequr akoma. Dhe tjetra, kur vajti Greqia i propozoi në periudhën e Ciprës ose të Mitsotakisit, i propozoi panës shqiptare që po, me qenë se kemi të bëjmë me një dekret dhe jo me një ligj lufte, me një dekret që i shpallte luftën Italisë dhe Shqipërisë Greqia për shkak të luftës së imponuar, atëherë tha kryeministri grek, ishte një dekret i nënshkruar nga mbreti i Greqisë dhe nga kryeministri atëhershëm, me taksaj. Atëherë, Greqia tha, përderisa kryeministri grek Papandreou në 87-ën nënshkroi heqjen ose abrogimin e dekretit, atëherë mbetet zëvendësuesi i mbretit, që është presidenti i Republikës, të nënshkruaj edhe ai një dekret të tillë dhe ligji të shfrytëzohet. E di çfarë tha bala shqiptare? Tha që jo, tha